Asgjësimi politik i kryeministrit Edi Rama bëhet vetëm nga shqiptarët me vendosmërinë e tyre, me qëndrimin e tyre ndaj armikut më të egër pasenverhorës për votën e tyre të lirë. Ky është qëndrimi. Aty është të vërtet që prandaj thashun zonjës Maloku që ta shofi urimin e 21-shit, e 2021-shit, po e tjerë me radhë, tjerë, por për sa i përket asgjësimit politik, kjo është në detyrimin e qytetarëve shqiptar të mbrojnë votën e tyre dhe ata do t'i presin biletën Edi Ramës për aty ku e meriton. Unë dalë këtu çdo ditë me qëllimin më kryesor, për t'u dhënë të gjitha provat, faktet, dokumentat atyre qytetarëve që janë të gatshëm të luftojnë për votën e lirë, motivimin maksimal për farsën që është realizuar. Se unë e di që ka të tjerë që thotë mirë dhe asë gjatë e puna madhe. Ka të tjerë që thotë ne po ikim tani se s'kemi punë ma këtu. Janë të ndryshëm njerëzit. Por unë këtu flasë për ata të cilët e konsiderojnë votën e lirë vlerë themelore të një sistemi demokratik.